Nuk e pas kemi ditur, ky produkt që gjendet në kuzhinën tonë përmirëson shikimin. Ekzistojnë disa lloje ndryshimesh që mund të bëhen për të mbajtur syt në formë të mirë. Të parit mundet të jetë shqisa më e rëndësishme, por shumë prej nesh po e lën pas dore kujdesin ndaj syve. Miliona njerëz vuajnë nga problemet e shikimit, duke filluar nga problemet e vogla, duke përfshirë skuqjen e syrit për të përfunduar në gjendje më serioze si glaukoma. Komplikimet e shikimit për shkak të obezitetit dhe diabetit janë gjithashtu në rritje, por ekziston një lloj ushqimi i cili do të arrijë të përmirësojë shikimin, si edhe t'i mbajë syt në formë. Një dozë rregullt e vitaminës A mund t'i mbajë larg gjendjeve serioze shëndetësore të shikimit. Kjo ndihmon edhe në mbrojtjen e sipërfaqes së syrit, të njohur me terma mjekësor, kornea, si edhe në largimin e infeksioneve. Gjithashtu rekomandohen të hahen ushqime pikante siç janë piperi i kuq, speci i kuq, të cilat janë gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A.